i ke sukseset, i ke gjitha ato arritjet që ki bo me gjithë ekipen edhe njerëz që të rrethojnë aty, po që sheshe futbolin përgjithësi në Kosovë? Që shë gjendja, ku jemi, qka jemi? Në aspektin profesional, në aspektin e cilësisë, jemi jashtëzakonisht mirë. Ajo shka e zbej shumë edhe e bon që ty, mos më të shku menja me këshyna e lojtë futbolit, është infrastruktura. Kjo është penaliteti maj madhë që na bohët për momentin futbol. Edhe jemi të penalizumë, dhe më thonë në rajon, jemi shteti që kemi infrastrukturën më të keqe edhe më të doptën. Kjo tash nuk më varët prej klubeve, dhe më thonë, okej, na e kuptojmë që jemi koni shtetë në tranzicion, pas luftës ku do të me pas ka pak dorim, por që menoj që këtë tranzicioni në ka zgatë shumë, sidomos në aspektin e sportit. Ape dim që sporti është ambasadori maj mirë, edhe që sporti i bashkon ka njëherë. Edhe në ka dëshmu këta. Edhe ka dëshmu ndër vite, por që infrastruktura në penalizon shumë. Në aspektin e kualitetit edhe të investimeve, këto 5-6 vitet e fundit investimet janë të jashtëzakonshme. Vetë rezultatet e tregojnë që niveli është ngrit jashtëzakonisht shumë, ku na kemi arrit me i kalu shumicën e klubeve të Shqipënisë që marrin pjesë që 100 vjet në ngarat europiane. Na për këto 5-6 vitet e fundit, ekipet e Kosovës me pjesëmarrjen në Europë, me sukseset në Europë kanë arrit që me i kalu komplet edhe më u rangu mas nalti prej ekipeve tjera edhe cilësia është jashtëzakonishme. Për një periudhë shumë të shkurt. Kjo është fal investimeve që i kanë bë njerëz të klubeve, pronarë të klubeve. Kjo do të thonë prapë po flasim për sektorin privat. Pa diskutim. Jo, nuk ka të bëjmë, nuk ka të bëjmë shteti është e vërtet. Shteti na i ka mundsu ligjin e sponsorizimit. Kështu që është një fardor, është një varmësie. Faleminderit për tyne. Mos na keq kuptojnë ai sense për nervozojnë me për ai hekin ai ka. Po, një nena aty diçka del edhe veç kërësha e ka largu. Po më intereson se kom hy pak në Facebook të ti, edhe i kështë pas disa foto të stadiumeve, po ishin konë si lloj vizatume, grafik, diçka. Nëse zgabuan, po të qytete e ndryshme, Gjilanit, ndoshta aferizohen, nësë tamë kështu gabimisht diçka, po... Qka ke qëllimi e kum pas një reagim publik, personal, jo si zyrtari klubit. Nuk jum pajtu asnjëherë me projektin e stadiumit qytetit Gjilanit. Nuk jum pajtu për faktin sepse... A duket e pash një informacion që veç se kanë fillu? Kanë fillu, po. Një lajm i mirë ka qenë që është zhblloku ajo në SHP çka është, që ka qenë tenderi edhe është nënshkru kontrata. Kjo është lajm shumë i mirë, lajm shumë pozitiv, por që gjatë kësaj periudhe, një 7-8 herë është anulu, gjatë kësaj periudhe që u anulu shumë shpesh. Po flasim për një periudhë gjatë, jo? 2017 është qitë gurthemeli, por mu përfundu në 2022-ën, edhe kjo nuk ka ndodhur asnjëherë gjatë kësaj periudhe.